duhet më thonë fillimisht që si aleancë edhe unë personalisht i falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë votu, posaçërisht ata që kanë votu aleancën. Mundem vetëm më thonë që kur nuk kanë me u pendu për votën e vetë. Për ne kjo është një nisje e jashtëzakonshme, edhe të gjithë ata që i kanë besu asaj që e kemi thonë gjatë kësaj fushatës, që besojnë në të ardhmen e Kosovës, që besojnë një Kosovë që duhet me u bëhe mirë për qytetarët e vetë, nuk kanë me u pendu kur. Kemë me punu shumë që vota atyne edhe vullneti tyne me na votu neve me u respektu maksimalisht. Pavarësisht që kjo garë zgjedhore është mbajt në një teren absolutisht jo fer politik, ku janë përdor gjitha mjetet e mundshme për me e kthy rezultatin në favor të pushtetit, prapë se prapë qytetari i Kosovës ka tregu që kupton ku jemi, ka tregu që e don vendin e vetë. Edhe unë për këto i falenderoj të gjithë. Fundit, duhet më ju thonë që kjo që ne përfaqësojmë, pa tjetër që një ditë ka me fitu. Pa tjetër që një ditë ka me fitu. Prej nesër, mbetet me pa si do t'jenë rezultatet përfundimtare, edhe pse i dim për afërsisht se tash janë preliminare vetëm në fund me gati 80% votave të numërume. Ne e respektojmë edhe njëherë çdo vot që ka ardhur për aleancën, e respektojmë rritjen që e kemë pasur në këto zgjedhje, veç ju themi qytetarëve, dujeni Kosovën.